Fuqizimi i grave sipërmarrëse në rajonin e Elbasanit është panajiri që u zhvillua në sheshe Gensher të qytetit. Qëllimi i këtij panajiri është nxitja dhe mbështetja e nismave sipërmarrëse të grave dhe promovimi i modelit të grave të suksesshme biznesmene. Zëvendës ministre e punës së çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta, Filoreta Kodra, ka vizituar nga afër stendat, e cila shoqërohej nga kryetari i bashkisë zoti Qazim Sedini dhe nga kreu i Këshillit të Qarkut Eugeni Saj. Zëvendës ministre Kodra vlerësoi interesin e pushtetit vendor në mbështetjen që i ka dhënë bashkia dhe kreu i saj gruas biznesmene. Ndërsa në lidhje me projektet që ka ndërmarrë qeveria shqiptare për gratë, Kodra deklaroi se qeveria ka një strategji për barazinë gjinore dhe dhunën në familje, rritjen dhe fuqizimin e pjesëmarrjes së grave në vendimarrje dhe fuqizimi ekonomik të grave, drejtime këto që plotësojnë njëri tjetrin, sepse gratë janë të zonjat të punësojnë njerëz, si dhe të marrin pjesë në vendimarrje në Këshillin Bashkiak, si dhe në Parlamentin Shqiptar. Është një kënaqësi tjetër për mua, do të thosha, që kemi këtu edhe kryetarin e bashkisë, që do të thotë që edhe pushteti vendor është shumë interesuar që gratë të cilat duan të hapin biznese, të zhvillojnë biznese, kanë mbështetjen drejt për drejt të kryetarit bashkisë. Ky panajir është një aktivitet të cilin tashmë ne e kemi bërë tradit në disa qytete të vendit dhe unë besoj dhe shpresoj që edhe vitin tjetër në Elbasan të organizohet një aktivitet i tillë, në mënyrë që edhe këtu në Elbasan të krijohet tradita e prezantimit dhe promovimit të artikujve, të prodhimeve që drejtohen nga gratë, dhe kjo është synimi i këtij panajiri, sepse praktikisht të gjitha këto çadra që ju shihni këtu janë aktivitete që drejtohen ose menaxhohen nga gratë. Pra, qyteti i Elbasanit bën shumë panajire, është një qytet me traditë në këtë fushë, por nuk ka patur panajir vetëm për prodhimet e grave. Dhe ju vetë e pat se sa bukur dhe çfarë lloji aktivitetesh janë në gjendje të zhvillojnë, të drejtojnë edhe të promovojnë gratë e qytetit Elbasanit. Kjo është edhe një mbështetje për ne sot kemi dhe një aktivitet tjetër, një seminar në të cilin ne do të bashkëbisedojmë me gratë që i zhvillojnë këto biznese për të treguar edhe mundësitë dhe rrugët se si këto biznese mund të zhvillohen akoma më tepër. Qeveria shqiptare ka një strategji për zhvillimin e barazisë gjinore dhe kundërdhunës në familje. Në zbatim të kësaj strategjie është edhe aktiviteti që zhvillohet sot. Ndër prioritetet kryesore të strategjisë së barazisë gjinore është rritja dhe fuqizimi i pjesëmarrjes së grave në vendimarrje, dhe një tjetër prioritet është fuqizimi ekonomik i grave. Janë dy drejtime të cilat do të thosha unë plotësojnë njëri tjetrin, sepse gratë të cilat janë të zonjat të zhvillojnë biznese, të punësojnë njerëz, janë po aq të zonjat sa të bëhen pjesë e vendimarrjes në nivel vendor, në Këshillin Bashkiak, pse jo edhe pas disa vitesh edhe kryetare bashkie, por edhe në Parlamentin Shqiptar. Kreu i bashkisë zoti Qazim Sedini pohoi se institucioni që ai drejton i ka dhënë shumë prioritet gruas, aktiviteteve të saj dhe se bizneset e paraqitura janë të vjetra që i kanë rezistuar kohës, por edhe bizneset e reja kryesisht në fushën e tregtisë. Sedini theksoi se Elbasani kërkon hapësira për punësim, në një kohë që niveli i papunësisë është i lartë. Pjesëmarrja e 20 firmave sot në këtë panajir, edhe në një ditë jo të përshtatshme me shi siç është, tregon që një pjesë e mirë atyne, siç jemi bashkë qytetar, janë biznese të vjetra, biznese që i kanë qëndruar kohës, do të thotë që puna atyre ka qenë e suksesshme me gjithë këto vështirësi dhe krizë që kemi. Por njëkohësisht edhe bizneset të reja kryesisht në fushën e tregtisë. Mu më vjen mirë që Elbasani kërkon të lëvizë, më vjen mirë që Elbasani kërkon hapësirë dhe frymëmarrje për të punuar, por më vjen keq që niveli i papunësisë në Elbasan është shumë i lartë. Kemi 32% të popullsisë pa punë, rreth 32.000 banor që nuk janë pak, dhe kjo është një shpresë e mirë për të ardhmen. Shpresojmë që me mbështetjen e bashkisë, ju tashmë e dini që bashkia bën gjitha përpjekjet për të rritur nivelin e biznesit, sepse nëpërmjet biznesit ne shohim punësimin dhe s'ka rrugë tjetër, sidomos nëpërmjet biznesit vogël, por dhe biznesit madh,
Elbasani vazhdon të jetë i varfër. Shpresojmë në ringjallje të qytetit. Në këtë panajir merrnin pjesë 20 firma të kategorive të ndryshme, si punime artizanale, shtypshkronja e të tjerë. Panajiri i biznesit të Gradhë është miratuar nga qytetarët e Elbasanas, të cilët jo vetëm e kanë vizituar atë, por edhe kanë blerë shumë prodhime artizanale.